administrata tatimore do duhet të ishin në rolin e këshillëdhënies edhe ndihmës për tatim pagues. Ky është edhe një prej misioneve tona kryesore. Domethënë jo ATK-ja më pas si institucion që i ndëshkon për mbledhje të tatimit, po ATK-ja si institucion që më shumë fillimisht i udhëzon, ju ndihmon që bizneset mos më bëjnë gabime e më vonë mandej me kanë pjesën e ndëshkimit për shkak të atyre gabimeve. Se ka një pjesë e bizneseve që në fillet e para të jetës së vet, ku nuk janë të familiarizuar me kërkesat ligjore, ato mundën me bë gabime që cilat i përcjellin mandej në historinë e zhvillimit të tyre. Çka po mundohemi na me bë është me kriju një frymë që ATK-ja, sidomos për bizneset fillestare, më kon udhëzues që mos me bë ato gabime që mandej u kushtojnë në jetën e tyre të zhvillimore. Këto e bazojnë në një fakt shumë të rëndësishëm. Diku 90% e hyrave tatimore që na po synojmë këtë vit me shku deri në 1 miliard pa llogarit kontributet pensionale, 90% paguhen me vetë deklarim. Vetëm 10% ATK-ja i merr përmes kontrollave. Kjo është treguesja se mesazhi më i madh se ka duhet më orientuar ATK-ja. I bie që bizneset në Kosovë vullnetarisht paguajnë 90%. Na i mbledhëm vetëm 10% të kësaj. Edhe kjo është tregues se ka duhet më orientuar. A duhet të orientohemi në këshillëdhënie që ata mos bëjnë gabime, apo duhet të orientohemi në ndëshkimin e tyre? Kjo nuk e ka kuptimin që na tash kemi mi fal pjesën recidiviste që bëjnë evazion fiskal. Po qëllimi jonë nuk ka më qenë ndëshkimi. Qëllimi jonë ka më qenë orientimi, udhëzimi i tyre, ofrimi këshilla profesionale në mënyrë që mos më ndodh me leju, sidomos bizneset fillestare, me bë gabime që mandej i përcjellin në këtë zhvillimin e tyre. Në frymë të kësaj po mendohena me tregu çka po bë në kuadër të këtyre 2 muajve. Vendimi i parë që ka qenë që e ku marrë në ATK, diku 90% të kontrollave në ATK janë bërë në bazë të departamentit riskut që i ka dhënë udhëzimet ose orientimet cilat biznesi me i kontrollu, nëse ai ka ra në qatë fazën e rrezikut lartë. Janë një 72 faktorë që i analizon analiza e riskut. Deri te kontrolla kur të hinë. Një 10% i kanë pas të drejtën drejtoritë rajonale dhe inspektorët me vetë gjykimin e tyre profesional me nisu si kontrolla. Edhe kom thonë që për me hek këtë dozën e subjektivizmit, ju keni të drejtë mi thonë që çto po dyshojmë se ka mundësi me pas nevojë për kontroll. Pa hajde të testojmë e futum në departament riskut, nëse departamenti riskut thotë që gjykimi jot profesional është në përputhje me çato faktorë që janë të rrezikut, atëherë mundeni me kontrollu. I bie që edhe çat 10% që e kanë pas në dorën e vet, inspektorët me vendos kanë me kontrollu, e kum hek, e kum shu përmes departamentit riskut që me bë sa më objektive. Edhe vendimi i dytë që e kum marrë është që e kum kriju një kod disiplinor, që këta shpesh e quaj me atë fjalën e famshme të Jacques Chiracit, kur u takoi me Helmut Kohlin e Gjermanisë, e thëshin i shtrëngojshin duart, ishin më shumë shtet, më pak liri. Unë e kum bë kodin disiplinor me thonë më pak liri për punonjësit e ATK-s e më shumë liri për biznesin. Kjo është një ndërrim i qasjes komplet me ato që kanë deri sot. Çfarë i bie kjo që nëse një biznes është kontrollu pe një inspektori edhe ka dalë një ngarkesë shtesë prej 200.000 euro ose 20.000 euro. Edhe ka shkuri kontrolla ka thonë ke bë gabim se në vend të 200.000 janë veç 50.000. Që kjo ka bërë shkelje të rëndë të detyrave të punës. Nëse ç'ket diferencë pe kontrollës parë, në të dytën është veç 10% është shkelje lehtë. Nëse është 20% e tutje është shkelje e rëndë. Aja që kemi kërku për inspektorëve është që ju me mba matjen e sakt. Edhe mesazhin jemi mundu me avdërgu edhe bizneset përmes ODA. Ankohuni sa më shumë. Në mënyrë që na ta pastrojmë që çështën e brendshme. Secili inspektor në nivele të ndryshme, qoftë edhe rikontrolla nëse e ka qitë një ndëshkim për një biznes, e departamenti i ankesave ose qoftë bordi i pavarur ose gjykata e kthen si të pa bazë çaj nivel që ka qenë i fundit ka më dhënë përgjegjësi për ata. Sot kur flasim o diku 870 milionë në tyra tatimore. Sot, po. Na mendojmë me mri 1 miliard që deri në fund vitit. I bie që pjesa dërmuese e buxhetit është prej tatim paguese biznesit që bëjnë ato. Sa më të shëndetshëm që janë ato, çaq më e mirë është ekonomia vendore. Absolutisht po. Na duhet të jem mekanizëm që i shërbejmë çasaj. Se dikush nëse e shmong ligjin, bën evazion fiskal, është kuvendi i Kosovës që e ka çu dorën 120 deputet, kanë thonë nëse del për kësaj kërkese ligjore, konsekuencat janë çto. Shumë e thjeshtë. Edhe ne jam thirrur
për me mbrojtë që ata. Normal. Po nuk do të më konë qëllimi jo në ndëshkimi përse. Parimisht, fillimi është me i ndimu. Një element që e kemi fillu për bizneset të reja, për shama nëse jeti biznes i ri, ke fillu veprimtarin, edhe jena të pikën e rentabilitetit nuk e dhe a kime fitu, a kime humbë gjatë qëti viti, so viti parë. Edhe nëse atë kjo aty detyron me marrë edhe një kontabilist, me marrë edhe një software që ti mi deklaru që atë dona, ajo ty e mund më të mytë si biznes. Bash. Qa kemi dashna me ba, jemi të i prodhu disa platforma elektronike që kanë me qenë falas për bizneset, ato janë sektoriale, që kemi me qitë në vefaqe për shembull, ti nëse merresh me prodhim, nëse ne merresh me tregti me pakic, ti kemi pas mundësinë me shkarku aplikacionin, në bazë atij aplikacionit ti kemi qenë mirë me shtetin. Tatimet, obligimet tatimore kemi mujtë mi pagu. Nëse ti rritësh të vynë ERP-je modernizume, ti mundesh me marrë. Normal. Rritja jote është mirë për ty, mirë për shtetin. Mirë për shtetin. Po përderisa ti ki vështirësi në hapat fillestar, atë kjo do të më konë që aty më të ndihmu. Përveç këshillave që japëm, po do me kriju platforma që ti veç e do në ladën, edhe ki me mush qato mi deklaru të hyrat, nuk ki me pas nevoj për kontabilisti që ka me pas një kost të shtesë, normal. Një kost të shtesë për ty. Akuzoni biznes me ardhë më anku në ATK për një të padrajt e cilë e bëhet, për një ngarkes më të madhe, edhe për rimbursim të TVSH-s cilën nuk e di që kanë ndodhur këto vitet e fundit, po gjithi kam një ka thonë, lekë s'po shkoj hetë se më dënojnë ma shumë. Tash, po du me shpigu dy çështje, ndryshimet që i kemi bo brenda TVSH-s, ose rimbursimeve, edhe çështjen e bizneseve. Unë atë që i takova odat, kënë përfaqësues të kërësë që janë përfaqësues të bizneseve dhe do të vazhdojmë me i taku edhe bizneset, grupet të ndryshme, qoftë sektoriale, që me përshu këtë mesazh. Mesazhi jonë ishte që bëni thirrje të bizneset, le ta ankohen sa më shumë ku konsiderojnë që ju ka bëj pa drejt. Veç në rimbursimin e TVSH-s, me 2 muajt e vitit para prak, kanë qenë diku kërkesat 2.000-2.300, sot janë 5.700 për periudhën e njëjtë. Kjo është tregues që bizneset e kanë marrë mesazhin që edhe marrë shpejt bizneset mesazhin. Çështja e rimbursimeve ka mu trajtuar si duhet. Qa kemi bërë të rimbursimet, sidomos te pjesa e TVSH-s, na i kemi 3 hapa të cilat përdojmë me bërë reformën në TVSH. Hapin e parë që tashmë e kemi bërë. Hapi i parë është që nëse ti ki TVSH të kreditume, i ki në llogaritë ATK-s 100.000 euro, ndërsa i ki borxhe të papagume 120.000, përpara nëse ke bërë kërkesë edhe i kanë në kategorinë C, potencialisht në kategorinë C kanë mujtë më të kontrolla. Po nëse kanë edhe në kategorinë B, nëse ka vlerësuar atë kjo, kanë mujtë më të kontrolla. Dhe bizneset janë friksu për i saj. Me bërë kërkesën për me bërë rimbursimin e TVSH-s. Në anën tjetër, nëse i vënun në pagesë, ka pasur mundësi që më të llogaritë ndëshkimet edhe kamata. Sot na në bazë të kërkesës ligjore kemi nxjerrë një udhëzim që ka më bë kjo thyrje llogarive. Nëse ti ke 100.000 euro në konto, s'ke nevojë as me bë kërkesë. Atë këja të hekpi borxhet. Ti jesin veç 20.000 prej 120.000. Çai bie kjo? Ma pak punë për atë kën, ma pak kontrole, ma pak frikë, edhe shqetësime për biznesin, edhe ma pak ndëshkimi nëse veç ke pasi... Po, se ndryshë është më ndëshku për 120.000, ndryshë është për 20.000. Në pjesë të borxhet. Po, normal. Ose mënohen me ikë tatimit. Realisht se është një farë percepcion që jetu ikë tatimit. Po, ndryshë në momenti që vjen atë këja mrena, aty nuk mundesh me ikë, do të me pas shumë qartë bizneset këtë punë. Do me thonë, veç vanim se fështim s'ka. Kërkesa o paguj tatimet edhe jenë regull edhe me veten, edhe me shtetin, edhe me krejt. Para se me hynë që temë kësha dashdish me thonë një shkurt një fjali. Pra në Kosovë vjen 10% tatimet. Nuk ka shtetë në rajon që i ka malirë. Malirë, s'ka. Absolutisht s'ka. Edhe kë pretendimi që bizneset cilat nuk kanë mundësi me pagu, tatim për ishtin me pagu, tatimi e ka bazën fitim. Nëse fitimi është 0, tatimi është 0. Shumë normal. I bie që s'ka nevoj për shqetësim në këtë aspekt. Sa i përket sektorve, cilët janë ma shumë ekonomi jo formale ose evazion fiskal, se ekonomia jo formale ka kuptimin që nuk është fare formalizume. S'është e regjistrume hiç në atë kë. Evazionin fiskal e bëjnë bizneset që janë të regjistrume, por që nuk pagujnë sa do të duhej të pagunin në bazë të qarkullimit që e kanë. Në atë kë ka dhe programet që Fondi Monetar dhe Banka Botërore ju kanë ndihmu. Për shembull, përveç departamentit riskut që i analizon cilat janë fushat më me rrezik,
ka programe të veçanta për sektor të veçantë, që mendojnë që edhe Departamenti i Rrezikut nuk është i mjaftueshëm i detektu cilat janë rreziqet e çatij sektori. Për shembull, një pjesë sektorëve është ndërtimi, që ka jashtëzakonisht zhvillim eksponencial. Kjo i shkon dashur mu përkthy edhe në rritje të pagesës së tatimit. Po, absolutisht. Rritje të hyrat. Ka edhe hoteleria, është një program i veçantë, edhe ka na i shohim mungesë të stoqeve që janë kryesisht tregtia me shumicë këto që janë. Janë një 8 programe, por çdo 3 janë konsiderej më kryesorë. Domethënë, na jemi të botash analiza të veçanta sektoriale sa i përket ndërtimit edhe këtyre 2 sektorëve që qysh më ças. Po krejt esenca është më kanë një matje saktë. Edhe të ndërtimi. Do të thonë mos mi trem drejtor, po unë kuptoj që atë mundet me pas shmangje. Po nuk mundesh ti me shku e me vendosni një ndëshkim nëse nuk ka baza e bindshme. Po do se me ta marrmani aty që duhet me dëshku. Tash iniciativa e që është me kriju një kosto mrena sa do të me kushtu kostoja për ndërtim në këtë rajonet e Kosovës. Këtë jemi të diskutu edhe me Universitetin Fakultetin Teknik. Edhe me pas një bazë në që shkencërisht më na tregu së bëhat. Edhe me nxjerr mesatarën deri sa shaj ka kit kontrollat atë këja na për vite, me nxjerr sa është kosto e mesatarit, që kur shkon inspektori, mos më kanë gjykimi ti i lirë me thonë që te ki kostën 500 ose 600. Po do të më kanë e bazume ti. Normalisht. Që biznesin me bind, që nëse kosto jo që kaq, ai më thon po, valla më ka kushtuar që kaq. Jo më thon që nëse një biznesi ka kushtuar 800 euro metri katror, ti më thon jo, 400 ka kushtuar pjesa tjetër rotatim, që dush me pagu. Pra ajo që po mundohem me bë është matja më kone sakt. Ka sektor që kanë evazion fiskal më shumë, po nuk do të thotë që tash do të më gjujt në qafë, edhe pa bazë me ndëshku ata.